Përshëndetje të gjithëve. Sot do të ndajmë një histori prekse dhe frymëzuese, që tregon sakrificën e një nëne për fëmijët e saj. Është historia e një gruaje të zakonshme, e cila për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e saj, mori vendime të vështira që asnjë nën nuk do të donte të merrte. Pas shumë sfidash dhe borxheve që rriteshin çdo ditë, ajo u përball me një zgjedhje të rëndë. Të punonte pa pushim dhe të varfërohej mëtej, apo të përdorte trupin e saj si mënyrë për të paguar studimet e fëmijëve. Me çdo ditë që kalonte, vendimi bëhej më i vështirë, por dashuria e saj për fëmijët ishte më e fortë se çdo turp apo frikë. Kjo është një histori e dhimbshme, por gjithashtu e fuqishme, një testament i sakrificës, dashurisë dhe guximit të një nëne. Një fillim i vështirë. Sara ishte një grua e zakonshme në një qytet të vogël, me flok kafe të gjatë dhe sytë që reflektonin çdo ndjesë të brendshme. Pas vdekjes së burrit të saj në një aksident të papritur, jeta e saj u përmbys totalisht. Ajo mbeti vetëm me 2 fëmijët, Lirin dhe Aron, dhe një apartament të vogël që mezi mbyllte qiran. Fëmijët e saj ishin gjëja më e shtrenjtë për të. Liri kishte ëndrrën të bëhej mjeke, ndërsa Aron ëndërronte të studionte inxhinieri kompjuterike. Por për të, këto ëndra dukeshin të paarritshme. Sara si duhej të siguronte pagesën për shkollimin e tyre, ushqimin dhe qiran. Çdo ditë ishte një betejë për mbijetesë. Puna që ajo gjente nuk mjaftonte. Sara punonte si shitse në një dyqan të vogël, dhe ndonjëherë si pastruese në shtëpi privat. Por me gjithë orët e gjata dhe lodhjen e përhershme, parat nuk mjaftonin. Shumë herë ajo flinte me barkun bosh, duke menduar se si do t'u siguroj fëmijëve një të ardhme të ndritur. Një natë, ndërsa fëmijët flinin pranë saj, Sara ul në divan dhe filloi të shkruaj shifra. Çfarë do të bënte për të mbuluar pagesat e muajit tjetër? Borxhet e shkollës, librat, transportin, gjithçka po grumbullohej me një shpejtësi që e tremte. Dhe për herë të parë ndjeu një frikë të thellë. Çfarë nëse nuk mund t'u siguronte ëndrat? Çfarë nëse ata duhet të ndalonin shkollën për shkak të saj? Një vendim i vështirë. Pas javësh mendimesh, Sara mori një vendim që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ajo kishte dëgjuar për një mënyrë për të fituar para shpejt. Një ofertë që premtonte pagesa të shpejta për gratë që punonin në klube nate dhe ofronin shërbime të ndryshme për klientë. Në fillim ajo refuzoi idenë. E dinte që ishte rrezikshme dhe e turpshme. Por çdo herë që mendonte për fëmijët e saj, zemra i dridhej. Sa herë që Liri tregonte se dëshira e saj ishte të bëhej mjeke dhe Aron fliste për kompjutera dhe robote që dëshironte të krijonte, Sara ndjeu një dhimbje të papërshkrueshme. Nëse unë nuk bëj diçka, ata nuk do ta kenë këtë shans, mendonte ajo. Vendimi u mor atë natë. Sara do të përdorte trupin e saj për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët. Ishte një sakrificë që nuk e mendonte askush, as familja e saj, as shoqet e punës. Por për të, çdo turp dhe çdo dhimbje ia vlejti për ëndrat e tyre. Jeta e dyfisht. Ditët e para ishin të vështira. Sara ndihej e shkatëruar brenda, por e fortë në mënyrë të jashtëzakonshme. Ajo punonte ditën si shitse dhe natën si grua që shiste trupin e saj. Secili klient për të ishte një hap drejt ëndrave të fëmijëve. Çdo euro e fituar ishte një libër, një qese ushqimi, një pagesë për qiran. Megjithatë, pas çdo nate kur vinte në shtëpi, ajo shikonte fytyrat e Lirit dhe Aron dhe ndjente se sakrifica ja vlente. Ajo u përkëdhel, i ngrohu dhe ua tregoi dashurinë që nuk mund ta shprehte në asnjë tjetër mënyrë. Por brenda saj, një ndjenjë turpi dhe vetmie ishte gjithmonë aty. Asnjë mik ose koleg nuk e dinte të vërtetën. Asnjë fjalë nuk mund ta zbute dhimbjen që ndjente për vetëvlerësimin e saj. Vetëm fëmijët ishin drita që i mbushnin zemrën. Sfida e përditshme. Me muaj jeta e Sarës u bë e lodhshme, por ajo nuk u dorëzua. Çdo ditë ishte një luftë mes dhimbjes, turpit dhe dashurisë. Fëmijët filluan të dallonin përmirësimin e gjendjes. Librat e tyre ishin më të rinj, ushqimi mjaftueshëm dhe shkolla e tyre nuk mungonte. Një ditë, Liri erdhi nga shkolla me një letër të rëndësishme. Ishte pranimi në universitetin më të mirë mjekësor të vendit. Sara nuk mund të përmbante lotët. Ndërsa Liri tregonte emocionet e saj, ajo e përqafoi fort dhe mendoi. Të gjitha sakrificat e mia ja vlejnë. Ata do të kenë një të ardhme që unë nuk pata. Edhe Aron mori lajme të mira. Një bursë për të studiuar teknologji dhe inxhinieri kompjuterike. 2 fëmijët e saj po shndërroheshin në ëndrat që ajo kishte pasur gjithmonë për ta. Një moment reflektimi.
Sara filloi të kuptonte se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Ajo nuk do të mund të kthehej më tek jeta që kishte pasur më parë, por ajo e kishte ndërtuar një rrugë të re për fëmijët. Një mbrëmje, kur të dy fëmijët flinin pranë saj, ajo shkoi në balkon dhe shikoi yjet. Unë bëra çmos për ju, tha me zë të ulët. Edhe pse rruga ishte e vështirë dhe e dhimbshme, nuk do t'i kisha ndryshuar gjërat për asgjë. Ndjenja e qetësisë filloi të mbushte zemrën e saj. Për herë të parë pas shumë muajsh, ajo ndjeu se kishte ndërtuar një të ardhme të sigurt për fëmijët e saj. Një ndihmë e papritur. Një ditë, ndërsa punonte në dyqan, Sara takoi një grua të moshuar që ishte klientja e saj e përditshme. Gruaja e pa lodhjen dhe brengën e saj dhe i ofroi ndihmë pa asnjë kusht. Ajo e ndihmoi Sarën të gjente një punë më të mirë, me orar më të përshtatshëm dhe pagesë më të lartë. Ky ishte një moment ndryshimi. Sara nuk kishte më nevojë të shiste trupin e saj. Sakrifica kishte bërë efektin e saj, dhe tani mund të jetonte me dinjitet, duke siguruar fëmijët në mënyrë të rregullt. Rritja e fëmijëve dhe mirënjohja. Me vite, fëmijët e Sarës u rritën dhe realizuan ëndrat e tyre. Liri u bë mjeke e suksesshme, ndërsa Aron një inxhinier i njohur. Ata nuk e harruan kurrë sakrificën e nënës. Çdo arritje, çdo sukses, ishte fryt i dashurisë dhe sakrificës së saj. Sara u bë një simbol force dhe dashurie në komunitetin e saj. Historia e saj frymëzoi shumë njerëz, duke treguar se guximi dhe sakrifica për familjen mund të ndryshojnë jetën për mirë. Fundi i bukur. Një ditë, ndërsa familja e përbër nga Sara, Liri dhe Aron po shëtiste në park, fëmijët e saj e përqafuan fort. Liri i tha: "Nën, gjithçka që ke bërë për ne nuk ka çmim. Faleminderit për çdo gjë." Aron shtoi: "Të dua shumë, nën. Nuk mund të imagjinoj jetën pa ty." Sara qeshi dhe lotët i ram mbi faqet e saj. Ajo e kuptoi se çdo sakrificë, çdo natë e vështirë, çdo dhimbje kishte vlejtur për momentin e lumturisë që po ndjente tani. Fëmijët e saj ishin të lumtur dhe të realizuar, dhe ajo kishte ndërtuar një familje të fortë dhe të dashur. Dhe kështu, ajo që kishte nisur me dhimbje dhe sakrificë përfundoi me lumturi dhe paqe, duke treguar se dashuria e një nëne mund të tejkalojë çdo vështirësi dhe çdo pengesë.